para Rusisë raport me luftën e Iran, sepse kur Amerika bën tjetër që ka bërë Rusi, çfarë arsye ka Europa të bëjë atë që po bën? S'ka arsye, apo se morali ishte, një vend sovran nuk pushtuan, do kështu na bëjnë neve. Pse s'po sulmon Amerika një vend sovran si Iran për të njëjtat motive identike? Në këtë kuptim, unë shoh që Putini sot i ka punët më mirë se kurrë që ka pas ndonjëherë. Pse i ka më mirë se kurrë? E para Kina ka nevojë për Rusin dhe Rusi për Kinën. Sepse Rusi ka ku shet dhe ka ku gjen teknologji, pasi ka rrit peshën e vet specifike në gjithë botën. Shiko, këta të tre kanë gjona që kanë nevojë për njëri tjetrin. A pse një sekond, asnjë s'bën patjetër. Kjo është e sigurt. Kjo o shitet si show kur ti në llafit që ky ka interes kështu ulu kthy shtriu dorën i boni ktheu, po faktikisht këto kur shkojnë bëjnë biseda se si të ecin në të njëjtin nivel të tre dhe mos tjetë një poshtë nivelit detit, mendoj unë. Unë me 100%. Ajo është që i shkoj e takoj për danë si tush. Nga mesazheve, por gjua e trupit është mesazh. Amerika dhe Kina s'mund të jenë miq. Nuk ka shanse të jenë miq. Janë partner. Amerika dhe Rusi duan të jenë miq, por kanë pengesa. Pra, gjua e trupit. Asnjëri se kam mirë me njëri tjetrin, po të tre duhet të ecin mirë. Tani si funksionon? Amerika do që rusit mos jetë me Kinën, të jetë me Amerikën. Kina do që rusit mos jetë me Amerikën, të jetë me Kinën. Po, nëse Rusi dhe Kina janë mirë dhe Rusi me Amerikën janë keq, Rusi është në varësi të Kinës. Pse? Mirë, si bjen qëndë e vëmendjes është Rusi në tre kança. Rusi është fitimtari i madh.